O ba, fitova konkursin e matematikës. Hajde Bir, do të çoj tek pasticqeria më e mirë e qytetit, të shikosh si hahen pastat. Dua t'ju shikoj të gjithëve përpara se të vdes. Ku e kam djalin, ku e kam vajzën e vogël, a jeni gjithë këtu? Po, gjithë këtu jemi. Pse e lini kot dritën ndezur ma tanë? Kush i paguan lekët e dritave? Mos i skuq të dyja vezët, se më duket se nuk vi më në shtëpi. Mirdita, duhet njoftoj për një vdekje. Ju lutem jepni tekstin. Vdiq Ylka. Vderi në 5 fjalë, tarifa është e njëjtë. Atëherë shkruaj, vdiq Ylka, shes perde Bojqelli. Unë rri më shumë se ti në ujë. Kush rri më shumë, merr 2000 lek. Trupat nuk janë gjetur akoma. Fike dritën kur dalësh nga dhoma. Po ti je ende brenda. S'ka gjë, rrugën e di. O ba, a cjell pak ujë të ngrohtë se u fto? Jo, Bir, mos shpenzo drita kot. Mjafton ta fshish veten me një peshqir më të ashpër dhe duket sikur po djeg nga nxehtësia. Bir, po të dërgoj këtë letër, por nuk po të vë lek brenda, si që doja të bëja në fillim. Se e mbylla zarfin. O ba, pse e sheh televizorin me zë shumë të ulët? Bir, po t'jetë zëri lartë, altoparlantët dridhen dhe harxojnë më shumë elektricitet. Po t'jetë zëri ulët, harxon më pak. Çfarë po bën? Po kërkoj edhe unë, po gjet e gjë, e ndajmë për gjysmë. Një Gjirokastrit bleu frigorifer të ri. A kursen energji? Shumë! E kam fikur që ditën e parë, po ushqimet nuk blej ushqime, që të mos prishen. Nesër kemi përvjetorin. Dua një dhuratë që të më surprizoj. Ku është dhurata? U surprizove apo jo? Sa kushton ilaçi për kujtesën? 20 euro. Shtrenjtë qenka. Më mirë harroj që kam problem.